pronës. Nuk jemi në 45-ën, kur pronat vidheshin nga komunistët. Nuk jemi në 91-shin, jemi në 2026-ën dhe prona vazhdon dhe vidhet. Dhe kjo është e papranueshme. Ju është vjedhur në fakt pronarve legjitim, ose më mirë, nuk ju është njohur kur, por sot po ju vidhet prona edhe atyre që kanë certifikata pronësie. Por në fakt, unë duhet të përgëzoj të gjithë protestuesit e Rjollit dhe ata të Durrësit. Ju po na frymëzoni të gjithëve. Kur nuk ishte ndodhur që të rinj, të reja, nëna me fëmijë të vegjël, të moshuar, të dilnin kundër oligarkëve, kundër të fortëve, pavarësisht grushtave, pavarësisht shkopave të gomës, pavarësisht të fortëve, me kapuç, që i rajnë, që ndrojnë aty çdo ditë, pavarësisht e i çojnë polici, ata vazhdojnë e rinë aty dhe nuk dorëzohen. Jeni frymëzim për gjithë shqiptarët. Jam i bindur që do ja dilni. Ne na keni në krah, partin Mundësia e keni në krah. E ka në krah protestuesit e Rjollit, të Durrësit, të Thethit, të Borshit, të gjithë Shqipërisë. Për çështjen e pronës na keni në krah. Tani, fatkeqësia më e madhe është që ndërkohë që ju protestoni për pronën tuaj, ndërkohë që ju duroni dhunën e policisë private, në fakt janë bandit të veshur me rrobat e policisë private, ndërkohë që ju përplaseni me oligarkët, parlamenti, partit politike me kë janë me ata. Janë me ata, kanë qënë me ata këto 35 vjetë dhe nuk e hapin gojën. Dhe e dini pse nuk e hapin gojën. Jo vetëm se janë ortak, por sepse gënjen, kanë të gjithë, nuk ka rezort në jugun e Shqipërisë, që nuk ka deputet, ministra, politikan, zyrtar, me nga një vilë, sepse ju kanë shitur. Kjo është arsyeja, dhe vazhdojnë dhe ju shesin. Tani, vine na thonë që jo po, ju nuk keni letra. Në fakt ju nuk keni letra sepse letrat nuk o kanë dhënë. Ju a kanë mohuar. Keni 35 vjetë. Nuk ka shqiptar që nuk ka një histori dhimbje, një kalvar me çështjen e pronës. Nuk ka shqiptar që nuk ka arritur të ndërtoj këtu një të ardhme për veten dhe për fëmijët e tij, që nuk ka ikur jashtë, nuk ka emigrant, që nuk e ka kokën pas për një çështje prone, një padrejtësie, që kur vjen këtu një javë apo 2 javë në vend që të rrimi të afërt, e kalon kohën me avokat edhe në vërzyrat e shtetit, ku e gënjejnë. Kjo ka ndodhur vazhdimisht. Dhe tani na vinë dhe na thonë, jo po, letrat i ka ai që u ka vjedhur pronën juve. Po mirë, zotri, kur ty të vjen dikush, që nuk është fare nga Rjolli, të thot, kam një certifikat me 150 hektar tokë në Rjoll. Ti nuk bën një pyetje, nuk e pyet veten, thua, po mirë, po si ku ke gjetur ti këtë? Po kur merr vesh që ky zotria na pas ka qenë dhe drejtori i hipotekës. Ti nuk i bën një pyetje vetes, nuk të vin dyshimi që ai mund ta ketë vjedhur atë pronë, mund ta ketë hedhur në emrin e vet 150 hektar pronë. Kë mendoni ju se gënjeni? Si mundesh të bësh një marrëveshje me dikë që qartësisht po bën një marrëveshje me një pronë që ka vjedhur? Ka vetëm një arsye pse e bëni, sepse po vidhni bashk. Kjo është arsyeja. Dhe mos na bëni për budallënj. Dhe mos bëni për budallënj qytetarët. Tani vina thonë pastaj dalin nxjerrin analistët dhe gazetarë dhe opinionistët gjojat dhe na bindin që
Këta nuk janë protestues, këta nuk duan zhvillimin e Shqipërisë, nuk duan zhvillimin e turizmit, nuk duan që të ndërtojnë rezorte. Jo, mor, jo. Ne jemi për zhvillimin e Shqipërisë. Se nëse nuk janë, pikërisht pronarët janë për zhvillim. Të gjithë ne duan zhvillim. Po jo t'u vidhni pronarëve legjitim. Nuk mund të zhvilloni pronën e tjetrit. Nuk mund të zhvillojni, të pasurojni dhe ndërkohë të lini për të përjashtoni pronarët legjitim, që kanë qindra vite që kanë jetuar aty, paraardhësit e tyre kanë jetuar aty. Ai zotria që thot janë pronar, se po shikoja se realisht jeni bërë frymëzim për gjithë Shqipërinë, për gjithë Shqipërinë. Po shikoja dikë një banor që tregonte pusin, thoshte ky është pusi ku unë kam marr ujë me kova, ju kujtohet, kush është pak i madh në mosh, e di shumë mirë se si merrej ujë në fshat, me pus. Ai zotria që thotë është pronari 150 hektarëve, ka pira i ndonjëherë ai pusi aty? Sepse ka vjedhur atë pronë, sepse nuk ka lidhje me atë tokë. Vine na thonë shqiptarëve miru a bëjnë, nuk kanë më nervin e protestës, nuk protestojnë më, nuk është e vërtet. Ajo që po ndodh në rjoll, tregon që shqiptarët e kanë shpirtin e protestës, por duhet të protestojnë për diçka që ata intereson, duhet të protestojnë për padrejtësit, ka padrejtësi gjithandej, dhe nuk mund t'ju kërkojmë, hajdeni ju të protestoni për interesat e politikanëve, për pushtetin e politikanëve. Duhet i thërasim qytetarët të protestojnë për interesin e tyre. Do t'a shikoni pastaj si protestojnë. I keni parë në rjoll, po bëjnë historinë e protestave dhe do fitojnë. Me mbështetjen e gjithë shqiptarëve do fitojnë. Partin mundësia e ka në krah. Deri në fund do t'ja dalim. Faleminderit. Tani, kjo është historia në fakt e pronarëve të cilëve nuk ju është njohur prona. Por kemi një histori tjetër që ka filluar kohët e fundit, sepse ai parlament nuk e ka mendjen të zgjidhë problemet e qytetarëve, e ka mendjen si të vjedhë pronat e shqiptarëve. Dhe çfarë bëjnë tani? Tani nuk rrezikohet më prona e atyre që s'kanë certifikat pronësie. Tani rrezikohet prona dhe atyre që kanë certifikatin e pronësisë. Siç po ndodh në Durrës për shembull. Çfarë po bëjnë në Durrës? Duan të ndërtojnë në qendër të Durrësit. Dhe atëherë çfarë bëjnë? Shkojnë, i shpronsojnë me vlera qesharake dhe i nxjerrin në mes të rrugës. I nxjerrin në mes të rrugës. Për interes privat. Tani i marrin pronën privatit për t'ja dhënë një privati tjetër. Ishte zonja që takova në Durrës, 73 vjeçare, një shtëpi dhe një dyqan në mes të Durrësit për 35.000 euro. Çmenduri. Pse? Se duan të ndërtojnë aty, i kanë vënë syrin. Janë me dhjetra, me qindra familjet në Durrës, në mes të Durrësit, po i nxjerrin në mes të rrugës, me 2 lek. Çfarë nuk dëgjova aty në Durrës? Mashtrime pa fund. Flisin edhe për bonusin e qiras. Po ç'lidhje ka bonusi i qiras? Ata janë njerëz me shtëpi, e kanë shtëpinë e tyre. Pse duhet ju vjedhë shtëpinë? Pse duhet ju rëmbesh shtëpinë? Për asgjë, për 2 lek. Kjo po ndodh. Edhe kush ka një pronë, fal ligjeve që ky parlament po prodhon çdo ditë nëpërmjet ligjit për investor strategjik, ligjin e maleve, paketa e maleve, në fakt është paketa e dutëve. Duan të vjedhin pronat nëpër male ashtu siç kanë bërë në jug. Kush ka investuar në jug? Kush ka investuar? Politikanët, oligarkët. Ju kujtohet pika e vogël. Pika e vogël në Butrind. Janë ata. Kanë bërë një ndërtim gjigant. Apo mi ish ministrja që shpalli burin e vet investor strategjik. Tokën ku ajo do ndërtonte, buri vet do ndërtonte. Ajo ishte rrëmbyer një pronari tjetër në Dhërmi. Është arrestuar kryetari i Bashkisë të Imarës për atë vjedhje.
E dini apo jo? Kjo po ndodh me pronat. Edhe ata që e kanë pronën, sot e humbasin fal ligjeve që ka bërë Edi Rama, që pasurojnë veten e tij dhe oligarkët afër tij. Por ajo që është akoma më e rëndë, ka ndodhur te 5 Maj te kombinati. Dhe fatkeqësinë dhe tërmetin e përdorën për të rrëmbyer pronën. E njëjta gjë identike. Janë të pacip, janë të pangopur dhe nga fatkeqësi duan të përfitojnë. Edhe aty u shpallën shtëpi të pabanueshme për t'u arrëzuar, për t'u shpronsuar për 2 lekë dhe për të ndërtuar të mbi shtëpitë e tyre. Këtë kanë bërë. Prandaj, pavarësisht se në këto 35 vjet kemi parë pa fund pa drejtësinë lidhur me pronën, nuk duhet të dorëzohemi. Duhet të marrim shembull, nga Rjolli, nga Durrësi. Duhet të vazhdojmë të protestojmë, të rezistojmë. Do t'ja dalim çdo shqiptar që ka një problem pronësie, çdo shqiptar të cilit po i rëmbejmë pronën, partin mundësia e ka në krah. Këtu na keni, hajdeni do protestojmë për të gjithë ju.